Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dhuna ndaj Gjestit, lihet i lirë Jozefin Marku. Jozefin Marku, konkurrenti i shtëpisë së famshme, është arrestuar pas një incidenti të rëndë gjatë transmetimit të drejtë për drejtë. Ai goditi Besart Kelmendin, i njohur si Gjesti, me një shuplak gjatë mbrëmjes së kaluar. Policia e Tiranës ka njoftuar se është hapur procedim penal në gjendje të lirë për Jozefin Markun. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 6 referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin Jozefin Marku, 29 vjeç, pasi gjatë transmetimit të një reality show ka qelluar me pëllëmb shtetasin Besart Kelmendi. Njofton policia. Ky akt i pa precedent shkaktoi reagime të shumta dhe u dënua me forcë nga produksioni dhe mediat. Ky incident ka shkaktuar shqetësim të gjerë dhe ka sjellë një pasqyrë të keqe për formatet e reality show.